Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Ndërruar vëllezër besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala për se këtë dërguarin e tij, dërgoi salatë dhe selam sallallahu alaihi wa sallam. Ndërruar vëllezër, po vazhdojmë me ligjëratën e radhës kodët e librit Njohja vetës, pra edukimi i vetës në dritën e fjalëve dhe veprave të dietarëve. Të përmbledhur nga Sheikhu i nderuar Yahya Allahu e ruajt. Pjesa e dytë ndërrohet këtij libri fol për zemrën. Pra autori sjell disa thënie dhe tregime nga sahabët dhe dietarët e gjeneratave të para për dhe besimtarët dhe devotshëm të njohur në historinë islame, sjell disa fjalë të tyre të cilat flasin për zemrën, për veprat e zemrës, për mënyrën se si funksionon zemra në aspektin fetar, flasin gjithë dhe gjëra të rëndësishme që pa dyshim shpresojmë që me na shërbyn në ditët e sotit. Fjala e parë që autori sjell është fjala e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë zemrat kanë çaste kur janë të prira të etshme për adhurim dhe mirësi. Pra zemra ka disa momente, po thotë ky sahabi i nderuar, disa çaste që ka vullnet për ibadet, për adhurim, ka qef, ka priri, ka dëshirë, spriton me bo vepra të mira. Por thot, si dhe ka qaste dobësia dhe largimi, por ka po ashtu, ndonjëherë disa momente që me vështërsi i krynë detyrat ose nuk ka shumë interes ose vullnet për adhurim. Prandaj, thot, shfrytëzoni ato kur janë të etshme dhe të prira, subhanallah. Pra zemra i ka zemrën për cilin dy raste. Ka njëherë dhe të është me një gjendje kur ka dëshirë, vullnet për në punu vepra të mira. Kurse ka njëherë e ka një farloj, e ka ple një farloj dëmëlije dhe nuk ka shumë prirje dëshirë për më punu adhurim vepra. Prandaj thot, shfrytëzoni ato kur janë të etshme dhe të prira. Ndërsa lëreni kur janë në dobësim dhe largim. Shfrytëzoni kur ka vullnet, ndërsa kur e shes që spedon, po ka vështërsi mos e rana. Kjo është në disa transmetime është edhe një pjesë, po jo të libri Sheikh Yahjes, po disa libra e kanë shtu edhe një pjesë që e plotson këtë fjalë. Sepse thot kur zemra detyrohet, në farë forme rebelohet fakti. Kjo fjallë është të zërqarë zakonisht e rëndësishme, fillimisht tregon se zemra nuk është çdo herë e një gjendje besimtare ndryshon, por ka kohë kur besimtari falet, lexon Kur'an, ka vullnet me bo vepra të mira mirë, po ka thot disa momente dhe kjo është dukshme në ndodhë dhe neve, ka disa momente që nuk ka fort vullnet me bo adhurim. E qyshme, pra kjo është gjëja e parë. Zemra ndryshon, pra është pjesë në atëshme të dashur vëllezër që besimtarit më ndryshu gjendja. Nëse nuk e keni haru ose kujtohet hadithi i Handales radhiyallahu ta'ala anhu, i cili një ditë doli në rrugë dhe u nis me shku te profeti alayhi salatu wasalam. Dhe në rrugët e Ebu Bekri e tha ku je nisa, e nis të profeti sepse janë bon në fejë. Subhanallah.
Pithat vetës, pithat të tjere. Sot kemi besimtarë, fatkeqësisht që thënë tjere munafik. Por vetës, ja, absolutisht, ja. Të vetëja është një lukët gjithmonë besimtari më i mirë që ka ekzistuar këtyre tokë. Si të qoftë, pithat jem nis me shku te profeti nga se po mduket që kam kaluar në fakt. Jem bo munafik, thot pse? Sepse thot kur po jem te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe po ndëgjojmë këshilla, fjalë, Kur'an, thot ndryshe po njihem. Po kemë vullnet për vepra të mira, na vjen rritet imani, mendojna për xhennet e kështu me radhë. Thot kur po shkoj në shtëpi dhe po më rroken punë të shtëpisë, gruaje, fëmijë, thot po më ndryshon gjendja. Dhe thot po më duket që është një farë lloj nifaku që kë. Është një farë lloj dyftërsie. Në xhami te profeti musliman i mirë, mashallah. Por në shtëpi tjetër gjendje. Subhanallah. Që shkon qenë sahabët sa sinqert këtë të shmëzë. Dhe sa e ka pos gajle dinin, imanin. Ebu Bekr pasha zotën thë edhe po ndohet që është jo. Atër po shkojna bashkë. Sepse që gjendje që është ti po e përshkruan, kjo edhe mu unë godet. Dhe tha po shkojmë të dërë, dhe shkuan të profeti alayhi salatu wassalam të një Rasulullah. Qështu, dhe po në duke lida se jemi bo prej munafikave. Sepse s'po jena burat mirë në shpesë kurse në xhami. Në xhami, ma të mirë. S'ka dëshë në shumë lezër, sepse në xhami atmosfera është e tjilë. Thirët e zërë, folët namaz, lezohet, Kur'an, bëhat shumë dhikër. Vetvetiu kjo ndikon në rregullimin e imanit dhe shtimin e imanit. Kurse në shtëpi është tjetër gjendje. Shto asojna punët e golet të shtëpisë. Dhe pja për shkruajnë të gjendje Profeti sallallahu me tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Tha, sikur qëndronit në gjendjen që jeni në xhami çdo herë. Mos me ndryshu asnjëherë, por me qenë niveli juaj i imanit çdo herë që është i mirë, kishin ju përshëndet me laçet në rrugë. Mirë po, sa ata që ashtu është. Kohë pas kohë, pra një farë mënyre e miratoj këtë ndryshimin e gjendjes së besimtarit, pra është e natyrshme që ka në momente caktuara besimtari ndihet ndryshe. Ka vullnet, ka dëshirë. Na po shohim në Ramazan për shembull, ambienti i Ramazanit se çfarë ndryshimi po bën. Por pastaj nuk është e njëjta gjendje. Andaj kjo do të thotë është e rëndësishme dhe është mirë me këtu besimtari që është e natyrshme dhe është pjesë e njeriut, pra që ka njëherë dobësohet imani, zemra dhe nuk ka shumë vullnet për me punë. Kjo është shumë rëndësi. Këshilla e dytë që po thotë ky sahabi nderuar thotë andaj thotë shfrytëzoni që ato momente të imanit, të vullnetit, shfrytëzoni me vepra të mira. Shfrytëzoni sepse ndoshta kalon shpejt, pastaj ngelesh. Ki vullnet, ki ku shkon xhami, falin 10, 20, 30, 50, 100 çata, s'ka lidhje. Ose në shtëpi, namaz natë, dite, ki vullnet për lexu Kur'an, lexo ndoshta nesër s'mundesh me lexu. Lexo më tepër se në çdo kështu rreth. Po po shfrytëzoj çato momente kur janë të në zemra është në nivel që pranon me lehtësi adhurimin. Por kur është të gjendë ose të zërë, mos e lëvesh me forcë. Po shtoj adhurimet, shtoj leximin. Është që po ki vullnet, je i pushueshëm, je po ki dëshirë, shfrytëzoj sa më tepër. Pra shtoj veprat e mira sepse gjendja nesër ndryshon. Tregon një besimtar kanë dëgjuar në xhami hoxhën duke duke dhënë ders për vlerën e sadakës, vlerën e dhënë me thotë edhe i vjen një farë vullneti thotë po shkoj siç edhe të jap një 500 euro se shkoj të shtëpi. Se çashtë i vjen një farë vullneti dhe dëshire e mirë thotë kur niset rrugës
Tu shku rrugës për I bin men, për dalin do, që ka do shpenzime, a I cële 400 bënë. Tu shkurësh, e kësh pas shtim pak largë, shkoj të zbrit, edhe 300 bënë, mirë është, I bishin men që ka disa, duhet rrymene, duhet ronë 100, ku shkoj të dera, nuk hini mrena për dirë. Po I grutha që gjumin ja 50 euro për jashtë të jepë se në bosha me hi mrena, asë që ato s'kam I dhonë. Pra, me shfrytzu moment është vëzër, që një ju është në gjendje të mirë, imanore, për me punu vepra dhe me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Shfrytzani për dhëtë këto kohë, kur zemra e pranon me lehtësi adhurimin, ka qef, pranon më falë, spriton. Kurse thot, mos e rëndoni kur ajo është në qatë kohën kur priton. E qka me bo? Në atë kohë shkën minimum, farzët kurse si zdo me I lanë. Por nëse e mësu me falë, për shamë dhe ke pas shtrëhi me falë gjatë natës 8 reqatë, e ka një herë e që një thëllëj për të atësia, dhe s'po mundesh, falja një 2, hajtë I sonë të vetë 6, për shamë, ose 4, por kurse si me ronë në atë minimumin. Po me rëndësi është rëzër se pas e kare shumë të rëndësishme, edhe me kuptu se imanin ndryshën, rritet, zvoglohet dhe ke pas të indikon edhe në vepra, pra zemra ka disa momente, disa qaste kur ka dëshirë me punu dhe ka njëherë kur priton, andaj të shfrytëzoni këto momentet kur është me disponim të mirë dhe shtani vepra të mira. Dytë dashëmëzër është fjala e Selmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Selman al-Farisi një tjetër sahabi I madh. E thot një fjalë që është shumë e rëndësishme, që ka të bëjë me zemrën dhe rëndësinë e zemrës dhe veprave të zemrës, dhe ndikimin që ka pastaj zemra në pjesën e jashtme respektivisht, qysh e reflekton brendësia e njeriut në sjelljen dhe gjymtyrët e tij. Shumë është fjallë e madhe dhe e veshme. Thotë radhiyallahu ta'ala anhu, çdo njeri ka një anë të brendshme, të fshehtë, dhe një anë të jashtme të dukshme. Secili njeri ka anën brendshme, është për qëllim zemrën dhe veprat, adhurimet e zemrës, dhe pjesën e jashtme, gjymtyrët e jashtme, dhe adhurimet, veprat, sjelljen e gjymtyrëve. Durët, gjuha, këmbët e kështu me radhë. Kurse pjesa e brendshme është për qëllim zemra dhe adhurimet e saj. Thot, kush e permison anën e tij të brendshme, Allahu ja permison anën e jashtme. La ilaha illallah. Kush e permison anën e tij të brendshme, Allahu ja permison të jashtme. Dhe dërsa kush e prish anën e tij të brendshme, Allahu ja prish anën e jashtme. Fjallë të sahabë të shpëzër, janë fjallë të ardha, janë fjallë të vlefshme, sepse kanë pas fatin që të jetojnë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe të përfitojnë për I nurit ti, për I fjallën e ti, për I mësimin e ti. E kjo fjallë sigurisht se ka bazë shumë në feja, ajete, hadithe, shumë të që të klasin për rëndësinë e zemrës. Innamal a'malu binniyat. Veprat janë sipas asaj që ka në zemër. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Vërtet Allahu nuk shiqon fizionominë dhe trupat tuaj, por ua shiqon veprat të zemra dhe veprat tuaj.
Pra ka bazë të madhe të fejë. Kuptimi është vëllezër është i qartë. Po dhe është secili njeri të bëhet për dy pjesë, pjesës së brendshme, pra veprave të brendshme, të cilat kanë të bëjnë me zemrën dhe anës së jashtme, adhurimet e gjymtyrës të jashtme që ka. Thot kush e permison pjesën e brendshme, Allahu thot ja permison të jashtme. Cilat qysh permisohet pjesa e brendshme? Cilat janë fillimisht veprat e zemrës së pjesës brendshme? Cilat janë? Imani, devotshmëria, frika respekti, frika nga Allahu, madhërimi Allahut, e plot sabri, e plot vepra tjera, këto janë të zemrës, njeti, e cilat janë të jashtme. Të jashtme janë namazin, është një pjesë edhe namazin në brendshme, por është e jashtme. Haxhi është pjesë e jashtme, sadaka është pjesë e jashtme, sjellja e mirë, fjalori i mirë është pjesë e jashtme, sjellja e mirë me njerëz është pjesë e jashtme. Por ky sahabi po thotë ai që e permison të brendshmën, Allahu ja permison të jashtme. Pra do të nëse njeriu kushton rëndësi veprave të zemrës, imanit të tij, devotshmërisë të tij, takollokut të tij, madhërimit të Allahut, të kështu me radhë, i ruhet të ligave të brendshmës, i permisohen pastaj ato ndikojnë dhe reflektojnë në gjymtyrët e ligut. Dhe kjo demonton fjalën e famshme shqiptare. Po me dojmë që të dojmë zemrën e këtë mirë. Zemrën e mirë e veprat kërka nuk është ashtu. Kërë nuk është ashtu. Ai që ka që ndresh pjesën e brendshme, Allahu ja ndresh të jashtme. Pra, nëse vërtet zemra është të mirë dhe veprat e zemrës janë të mira dhe në nivelin e duhur, kanë me reflektu në pjesën e jashtme. Dhe çdo defekt, çdo defekt në punët e zemrës, pjesën e brendshme reflekton pastaj pjesën e jashtme. Kretë reflektimi i jashtëm lidhet me pjesën e brendshme. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah të kush i madhëron simbolet e Allahut, kjo është pjesë e devotshmërisë. Ezanën sa respekton, namazin sa respekton, xhamin nuk e çmon, rrugën nuk e din, Ramazanin se mon, haxh nuk shkon, zeqatin se jep, prind nuk i këshyr. Ka të bëri mirë, Allah? Me qka bëri mirë? Ose me qka po e dëshmën atë zemër që po pretendon se është mirë. Në të shëllëzër, mësim shumë e rëndësishëm nga kjo fjallë që mëra është të kushtojë rëndësi përmisimit të pjesës e brendshme. Këto është defekti i mosën. Wallahi, këto është defekti. Nëse nuk përdhën, nëse nuk ka reflektim në praktik imani, atëherë ka defekt. Ka defekt. Zemra, jo me shku të kardiologu, po me shku të fjallë Allahut, dhe me apo analiza. Me morë Koranin, me morë hadithet e Profetit sallallahu, me morë këtë fjallë. Kjo është një laborator në këmë qanë, këmë thonë në fillim. Ky libër do të zërë, pra subhanallah, që që ka qujtë autori, fiqhun nefs, njohja e vetës, pra një laborator, për mes fjallëve dhe veprave të tyre ti me e zbulu vetën kushi. Kjo po të kalëzën që është funksional.
Njeriu është dy pjesë, pjesa e brendshme dhe pjesa e jashtme. Kush e permision të brendshme, Allahu ja permision të jashtme. Kush e prish të brendshme, Allahu ja prish të jashtme. Andaj nëse pjesa e jashtme nuk po funksionon, namazi keq. Namazi me xhamat s'po flasim hiç. Namazi sabat s'po flasim hiç. Kurani me Kur'an s'po flasim hiç. E kështu me radhë, nëse krejt këto analizat dalin keq dije se problemi ose nuk është te klima, as nuk është te pijë xhamis, as nuk është te imami, as nuk është te meziti. Problemi është zemër. Problemi është zemër. Nëse zemër nuk është rregulluar, atëherë po thot Allahu i ka zënë për mejdanin se kushim. E kalon testin. Me na tregu se vërtet a jemi që ata që po pretendojmë apo jo. Andaj po thot kush e prish anën e tij të brendshme, Allahu ja prish anën e jashtme, subhanallah. Permision të brendshme, Allahu ta ndrejë të jashtme. Më runa Zot, me prish të brendshme, Allahu çka ta prish të jashtme. Regull e arën, mëse arën e dashësë. Mëse arën e kushtë në shumë në cilë e protezant. Cilat janë anë e brashë, kur prishët, qysh prishët, cilat janë të pro në katët e zemrës. Ose smundjet zemrës, quhen në katët zemrës, se që në faku në djemalësia, arroganca, vepra tjera, kufri, rrunë Zot. Këto janë zemër. E nëse ka samat theksuar që janë këto në katër smundjet e zemrës, të fuqishme në zemër, qash ma shumë prodhojnë pastaj, keq dhe reflektojnë për keq në pjesën e jashtme. Ndaj dashurëzër, këtë është të rëdhalitin për vejtë alaihi sallatu wassalam. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Vërtet në trupin e njeriu është një cop mishi. Cop mishi. Një grosht, ose me vogël. Një cop mishi. Njeriu 2 metra ndoshta i madh i gjatë. Po trupin e tij është një cop mishi, nëse që ajo ndrejqet, krejt trupin ndrejqet. E nëse që ajo prishet, krejt trupi ti prishet. Ala wa hiya al-qalb, ajo është zemra. Allah zë të rëshën. Jemi në kohë të verës, dhe aje që ka përshohën për jashtë, kjo shveshje tërshme e grave besimtare, muslimane, kjo veshje që përshohën që shpërbane për jashtë, publikisht. Wallahi ka rëzat se pjesa në brendshme është rëzishme. S'ka mundësi besimtare dhe besimtarja me dalë me një vesh të tillë. Duke ditë që është pykate dhe të mëdha, dhe turpi madh, dhe gjënaj madh, dhe mos me pas fije turpi veç është. Dhe thonë që zemra ka defekt madh. Zemra imani nuk po funksionon si duhet. Frikën dhe Allahut, turpin dhe Allahut, dëvëshmëria nuk po funksionon si duhet. E taqwa hahuna, ka thonë dëvëshmëria është zemër, pra këto duhet me mbush. E pastaj kjo i dhejës të tjera gjëtyre. Dhe nëse zemra s'ka iman, s'ka Kur'an, s'ka mësim, s'ka ders, s'ka ligjerat,
s'ka frikë, s'ka devotshmëri, s'mundet me prodhu pastaj gratë sahabile, s'mundet me prodhu. Për ata dashur të zërë, periuda me kase, 13 vite të shpalljes, në Mekë, kryesisht ajetet që kanë zbrit, kanë të bojnë me imanin, me xhenetin, me xhehenemin, me ahiretin, me ditën e gjykimit, me llogarin, me kufrin, kryesisht. Kryesisht pastaj me dinë kanë zbritë detyrat e ligjit. Përveç namazit që ka qenë edhe më herët, Ramazani, agjerimi, zeqati, gjihadi, hijabi, këto pastaj kanë zbritë ma kur mush zemra iman. Vonë ka zbritë ndalimi i alkoolit. Sahabët kanë qenë edhe muslimanë dhe kanë pi alkool, edhe në folë. Por e ka vanu Allahu Azza wa Jall ndalesën për alkool, deri janë mbush zemrat me iman, që kur i ka ardhur ajeti që alkooli është bo haram në pi, pastaj ata duke e qunë gotën, nëse kanë qenë që të kanë pas gotën, duke e pi që shka ardhur njësa transmetime, do të kanë gjutë. Zemra nëse smushet, ndërruar besimtar, dhe zërë dhe motra, nëse smushet, nëse sforcohet imanin me ibadet, me adhurim, me namaz, me Kur'an, me dhikr, me ligjërata. Heja bina në Musa, sahabët e kanë pas shprehi, o besimtar. Sahabët në kohën e profetit, atyre pjus vret shpallja, po jeton me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Po jeton me pejgamberin sallallahu dhe prapë i thonë njëri tjetrit, hajde të besojmë një orë, një moment, një kohë, pra hajde ta forcojmë atë besimin, qysh në xhami. Hajde ta forcojmë besimin. Nëse sahabët kanë pas nevojë me forcu besimin në atë kohë, ku jemi në asat? Para të kohë jo shumë larg, ka qenë diskursi i pushimeve verore shumë ai ashtër të top. Tash po e shoh që kanë filluar edhe muslimanët me ofertu deti Allah. Pra, kanë dëshuar gjendje. Pushimi Allah, plazha Allah, kemi nevojë të shpëzër, kemi nevojë imanin me forcu dhe me mbush, sepse sipas Salman al-Farisiu forcimi i zemrës, përmirësimi i pjesës së ndërratshme reflekton në praktikë. Prodhon vepra të mira dhe runa Zot, prishja dhe përkeqësimi i pjesës së brendshme, nëse mbushet zemra me gjëra të kotë, thoshme Zot. Muzikë, seriale, filma, futboll, koncerte, kafe, neja, gibet, qysh ka me prodhu pasaj dashni për namaz, vullnet për namaz, vullnet për Kur'an, qysh, kurse zemra po thot, Allahu nuk kur që nërejtë, më nërejtë, nuk janë nërejtë që tjashme. Ujitja nuk është në regull. Ujitja nuk është në regull, Allahu në përmisur të gjendjen janë rari. Fjalla Allah të shpëzër është nga Ebu Darda Rahim radiallahu ta'ala anhu, po është sahabi i madh. La ilaha illallah. Çfarë lutje ka bërë Ebu Darda? Allahumma inni a'udhu bika min tafriqati al-qalb. O Allah, kërkoj
tënde nga shpërndarja e zemrës. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga shpërndarja e zemrës. I thamë, çfarë është shpërndarja e zemrës? Ajo përgjigj. Që të kemë pasuri të shpërndarë në çdo lugi. Subhanallah. Që të kemë pasuri të shpërndarë biznese në çdo lugi, në çdo vend. Pardash një, Prishtinë, qendër një, në rrugën Bej një, në rrugën Setjet një, në Fushë Kosovë një, të Qymëria një. Këtë pika, ku ko frekuentim, ka një biznes, ka një biznes, pastaj hoqë, s'po s'ko mundësi, mu përqëndru shumë. E Budarda po thot, e ka lutë Allahun, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga shpërndarja e zemrës. I thanë, qysh është kjo, për çka është kjo lutje, qysh është shpërndarja e zemrës? Tha që me pas në secilin lugin, secilin vend, ka një biznes. Që ti, ose zemra jote, është e preokupu me lidh me të. Ti mund është me thonë, jo, po qysh kjo? Por si do të dhëzër të kësoj thënje të madhe jenë që rëndësia e ruajtjes së zemrës. Rëndësia e ruajtjes së zemrës. Sepse zemra është pjesa më e rëndësishme e njeriu. E thamë edhe më herët e dite. Nëse zemra funksionon si duhet, krejt trupi funksionon. Nëse zemra nuk funksionon rrjedhimisht, angazhohet me diçka tjetër, çka nuk duhet, ose të teprohet me gjëra që janë shumë të rëndësishme, ndikojnë pasaj. Ruajtja e zemrës është të Ky sahabi po I kërkon me ruaj zemrën prej diçkaje që në parim është halal. Halal është në pas përderisa janë halal bizneset, nuk janë kufizuara me numra, veç një ose veç dy. Jo, dhe nishin mi pas përderisa është biznesi halal. Rregull është. Por ai që është I përkushtuar për ahiret dhe për ibadet, që ka qenë sahabët, s'kam pros qef shumë më zgjenum këtë dynja. Sepse ja kjo lështëzër ndikon pastaj në ahiret. Për ata ka thonë Allah ruma zemrën, për ruajtja e zemrës lështëzër është në rëndësi. Ruajtja e zemrës ka gjëra që shpërqendrojnë dhe e zhvendosin, se cili din pastaj I din defektet e tij. Ka ndërsa njeri dhe ka shumë të tillë që se kanë këtë problem me shumë biznese. Se ka është asnjë biznes, e pret një rrugë ose një pension me 25 që ato ka. Por ai ka disa telashe të tjera të cilat ja morin zemrën. E ka shoqëni. I ka disa dukuri negative që s'u mundet me largu. E ka në shëp keq, e ka në ju ka bosh shprehim me shku me kalu orë të tëra në kafe. Aja halal është, nëse është halal. Me pi kafe, në vend ku s'ka diçka ndaluar, nuk është ndalume. Amo me kalu me orë të tëra. Me shku besimtare 3 ore, 4 ore, 5 orë. Në kafe me shoqëni, kjo është tepër Allah. Ose dikush ka probleme me gjunohet tira që rrezikojnë zemrën. Me rëndësi ky sahabi po na tregon që zemrës kushtoj rëndësi dhe lutet Allahun dhe në shkaqet që zemrën sa më shumë e pas ofër veti. Jo me shkep. Dikush e kon kin, dikush e kon turqi, plot. Dhe në kontineri për ikinës ka dal. Tu e përcjell ku kanë rritë. Allah e ka pa zemrën zemrë është e përkupuar. O me e në shërëzër, një rast ka qenë në bashkë e dinë të punu, subhanallah që ka qenë sahabët. Në bashkë e kam punu. Ka qenë të punu në bashkë
dhe i ka ikë namazi Kindis. Kur ka ardhur xhamati po dalin. Xhamati po dalin, shkaj namazi. Pse? Në bashkë, ta të bashkë se ima. Zemrës ka kushtu shumë rëndësi. Rujtjes e zemrës. Kur ka po që diçka kanë diku me amor zemrën, për nësa në shtë se njëherë e ka dhënë dikush një rrobë me vesh, po ka pos diçka, i ka pos disa lullë, disa figura. Dhe e falë. Kur është falë, si duke gjatë namazit, e ka shpërqëndru pak, dhe e ka hekë, edhe në heqë martasës. Ma murë zemë në namaz, pra falë edhe një kohë, miku, zemra më duhet prej, më shkojnë pazar. E shpërndarja e bizneseve, ose angazhimeve, ose termineve, o vozëve dhe një sot ka besimtar, që i ka 50 termine të vozët javës, regullasht. Por, so namazet i ikun gjatë astyre termineve, që të është demonja, që të është defekti. E len namazin në gjami, por nuk e len terminin e futbolit. E len namazin në gjami, pa problem. Pa problem. Pa problem. Por nuk e len terminin. Ndaj se cili i ka të lashën ku zemën e ka të ledhë. E kësa me i dhruar për dhe për Allah, Roma zemën të mos shpërndarë shumë. E qëka është e thamë me pasë biznese shumë, pra me pasë angazhime shumë. Dhe kjo është mesazhi i Zotit, që mos më dhanë shumë njeriu mas dynjas, sepse dynjaja është një deti i pafund. Nëse nuk e kufizon dhe nuk e menaxhon, të përbin, edhe s'ka të sosën, sidomos në kohën e sotit. Çdo ditë, modele, ndryshime, nëse vazhdojnë që shtu, me rapu pas dynjas, çka del në kinë me njerë, me pru këtu, me me vepru e kështë në valë, problem është pasaj. Se s'ka ndalë. Nëse e shetë që punën e lozën, punën e sepse kur besimtarët janë të fortë edhe materialisht dhe të fuqishëm, ka hajën edhe dini edhe vatani, edhe familja edhe shoqëria. Punën e, por ka mund të thënë parësia e kësaj fjale është që mos me futë dynjon zemër. Por mos me ta menaxhu dynjoja, lakmia mos dynjo zemrën. Mos me pas dynjon në zemër, por me pas në dorë. Në dorë pak më lehtë, e qelë ka lehtë. Po me shti ka në zemër është problem, pastaj me ta nxjerrë. Në dorë, ta jetë ka bënë, e lëshon ka parë bjenë të shka, me fut në zemër është problem. Zemër në pas për veti, i pas punë të menaxhueshme në mënyrë që milon hapësirë bazë dashur zemrës të adhurim. Ditët shkojnë, vitet po shkojnë, jeta po shkojnë. Sa kemi bo adhurim, sa kemi lexuar Kur'an, sa kemi bo dhikr, sa kemi bo namaz, e kështë me radhë. Pra ta të që dhe këta sa një kanë pasë këtë gale, pra, e ka lutë Allah Azza që edhe prej punës edhe prej biznesit të tepër të kushtimit nëse mund të gjojnë, nëse bëhet shka që me
me ngarku zemrën dhe me nxjerr për asaj që është e rëndësishme, atëherë lutem Allahun azza wa jall që me rujtë nga shoqëria dhe nga shpërndarja e zemrës. Allahu azza wa jall ju rujt, ju shpërblefti dhe ruhte zemrat në rrugën e tij me filozofë